Hajdeni me mu në Prishtina Mall edhe këqërna se çfarë befasia i kemi përgatit motrës për ditëlindja. Emocion pa fund. Për këtë ditë po thuaj se jemi të përgatit gati që 3 muaj. Në fakt peshën më të madhe ka pas vllau edhe burri i motrës. Po edhe secili prej nesh, sidomos gjatë bisedave kur i bëheshim, gjithçka është dashur me qenë tepër të kujdesshëm që mos me cek në asnjë moment që jemi tu përgatit për këtë befasi, e kjo ka qenë për një më shumë e vështirë. E na për me bind motrën që si na të organizu kur gjo, jemi shkunin atë për para, ja kemi dhonë dhuratat, ja kemi fryqirat, ja kemi knu kongan, edhe aty e kemi festu krejt komplet familja ngusht bashk. E këtë më duket që e kemi bind që nuk ka befasi tjetër. Jemi i bugati dhe kemi prit në një vend komplet të kondërt me Valbonën që mos me u taku. Ideja ka qenë që motra me dal me shiku në kino një film me familjen, me fëmijët dhe me burrin, e në të tjeret kemi hy në kino për mes derës së emergjencës. Sallë gjigante e kinos ka qenë komplet rezervune për neve. Ka fillu me një reklam të zakonshëm që aty ku po shihet edhe Valbona që nuk ja ka idenë se çka është ka ndodhur për mas. Këta janë veç rreshtat e parë dedikuar Valbonës. Ndërtohen me buzëqeshje, me lotgëzimi, me sakrifica dhe me dashuri. Me ditë të mira e ditë të vështira, me duar që nuk u lëshuan kurrë e me zemra që ecën gjithmonë bashkë. E pa e kuptu, dy njerëz krijojnë diçka shumë më të madhe se vetja. Një shtëpi, një familje, një jetë, një botë të tërë. E kjo histori filloi para shumë vitesh. Cili prej nesh kemi pas me bu një video 20 sekunda me ja uru ditëlindjen, pastaj është shfaqeve në kino. Uri me mam ditëlindja, faleminderit për gjithçka që ke bu për mua, të dua shumë. Uri me mam ditëlindjen, të dua shumë. Happy birthday të dua shumë. Uri me ditëlindja dhe mos harro që të dua shumë. Mos harro, të duam shumë. Dhe familja, bashkë me familja, një gjithë dashur e tu. Të dua shumë. Shumë e që të po me bukur.